Qëndëroj që i përkryshë barku drejt nga stadiumi i Vorës, duke ndjekur ndeshje Vora Vllaznia, Apisnet Superiore java 32. 0-0 është mbyllur pjesa e parë, kanë këtu pranë ish futbollistin e Vllaznisë dhe të disa skuadrave të tjera, Florin Bardulla. Bardulla, 0-0 pjesa e parë, si e pat? Po, vërtet, është një ndeshje decisive për ekipin e Vllaznisë. Besoj një ndeshje më të rëndësishme i kampionatit. Një pjesë e parë jo e mirë e Vllaznisë, ku po krijoheshin shumë aftësina dhe nuk po arrishim që të fitoheshin dy luftime. Kjo këtë bojnë edhe nga fushë, nga terreni, sepse si edhe ndeshjen e Partizanit kena pas shumë oscilacione kështu lloj fushë. Shpresoj që të marrim rezultat pozitiv në pjesën e dytë, duke luajtur më afër me njëri tjetrin dhe duke krijuar më shumë aftësina si për bolin e fora për kavapun, që të përdorin zonën kundërshtorë të arrijnë të shënojnë më një gol. Është shumë e domosdoshme për ekipin e Vllaznisë të fituar, e thashë edhe më përpara. Është në ndeshje më decisive të kampionatit. Ishte defekti kryesor që pas qofsh të loja e këtij klube. Besoj se me fusha nuk ishte në rendimentin e duhur, ku po krijoheshin shumë aftësina, nuk po fitoheshin dy luftime. Duke mos fituar dy luftime, jepshim shumë hapësirë ekipit Borës, kur mund të kasallë, se është një lojtar shumë i rrezikshëm, na rrezikoi disa herë duke na ndërpërtuar midis dy mbrojtësve tonë Çanës, si Çelekovic dhe Xhinit. Besoj se pjesë dytë të përveçojmë këto gabime dhe ta marrim rezultat pozitiv. Kur fiksoni pozitiv rezultati fitoria, besoj se rezultati pozitiv është fitoria, sepse gora sapo vjen nga fundi dhe pikë janë domosdoshme që të krijojmë diferencë për final fore. I barazimi mundshëm, mund të jetë i pranueshëm për Vllaznin nëse vijon të jetë ky presion i Vorës si po ushtron tek porta e Vllaznisë. Barazimi është mund të jetë edhe i mashëm duke pas si dohet edhe Elbasani, besoj se është një nga kundërshtarët tonë për fitimin e titullit, por besoj se me pak dëshirë dhe pak që mund të pak ego më shumë se pjesë parë mund të arrim fituaren në këtë fushë. Pra ju thatë me herë se fitoria është çka shumë e rëndësishme dhe për të dalë kampion Vllaznia si që ka objektivin duhet fitoria patjetër. Dhe si mendoni për rezultatin në fund të takimit? Besoj nga kemi ardhur për fitimin. Me shifra? Po besoj të fitojmë me rezultat të mundshëm, besoj se me një gol do dohet të ndeshjen, besoj. Sepse dy ekipet po luajnë shumë kujdesshëm, edhe luajnë kjo Vora është e kënaqur me një barazim, që sapo shohon, po shpresoj që të marrim fitore, sepse kena shumë domosdoshmë sot. Një ngushtë rezultati 1-0 me gol bekim bole shpresoj. Bardulla, faleminderit, ishim me Florin Bardulla, nisëm me shqyrtorin e Vllaznisë, por disa skuadrave të Shqipërisë që ka luajtur me shumë sukses tashmë është edhe në rolin e një trajneri moshash tek Akademia Vllaznia, por edhe menaxher futbolli. Dhe një respekt